që besoj, ku ju thuhet sille shumën se do marrish kaq, ke humbë në burs, do të gjejmë ne kaq e tjerë me radhë. Është pra kjo veprimtari e shtetit mafioz. Ju e pat kati 13 ku agentët e hjenës kanë punuar 2 vite aty dhe u kanë dhënë çdo informat ekipit që hetonte, kanë të gjitha fotot dhe videot dhe dokumentat për të gjitha veprimtari, ato kur shkuan e gjetën të boshatisur dhomën, sepse kishin heq të gjithë kompjutert. Tani, çka? Vërteton dhe njëherë deklaratën e prokurorit antimafjas të Napolit, i cili thot se Shqipëria është më keq se narkoshtet. Është më keq se narkoshtet, thot, sepse të dekonspirojnë çdo gjë. Të dekonspirojnë çdo gjë. E pa mundur të sosësh një jetim. Ja, kjo është fakti se kur autoritetet gjermane sollën për Amand Josifin dokumentat dhe doli Olsi Rama, patroni i tij, Altin Troplini, nuk hapi çështje penale ndaj tij. Kur Amand Josifin e gjetën autoritetet spanjolle se ishte në Dubai, Amand Josifi përsëri nuk u shpall në hetim nga Altin Troplini, sepse ishte Olsi Rama me te. Ishte ortak me te Olsi Rama. Pra, një veprimtari kriminale, kjo quhet një veprimtari kriminale e generalizuar e shtetit, narkoshtetit. Pyetje. Javën e kaluar gjykata kushtetuese foli për masën e arrestit shtëpiak ndaj jush. Urdhë? Javën e kaluar gjykata kushtetuese foli për masën e arrestit shtëpiak ndaj jush që është fuqizuar për mbi një vit më parë, në fakt. Keni një koment mbi këtë vendimmarrje gjykatës kushtetuese, sidomos kur ende nuk është shprehur për çështjen e detyrimit me paraqitje? Gjykata kushtetuese është një seksion i organizate partije të Partisë Socialiste. Njërë së pari, komenti i parë. Atë çështje gjykata kushtetuese e trajtoi pas 8 muajve paraqitje. Në një kohë kur çdo çështje që ka të bëjë me qeveritarët e trajton brenda 2 dhe 3 javëve. Këto janë standardet partijake të gjykatës kushtetuese. Së dyti, gjykata kushtetuese në një vendim të kodur partijak shpalli jo kushtetuese vendimin ndaj meje, por nuk e shfuqizoi atë. Nuk e shfuqizoi. Ndërkohë që ai vendim ka pasoja edhe sot. Pra, nuk e shfuqizoi duke pretenduar se nuk është më në fuqi, por në fuqi janë pasojat e tij. Dhe vendimi në çdo doktrinë, përveç se atë të partisë së krimit, vendimi duhej shfuqizuar. Çfarë bëri me vendimin që mori? Mori një vendim në favor të lubis dhe lubive të tjera që do shkojnë aty. Kaq është vendimi, i turpshëm. Urdhë, sepse vendimet tjera
hapi rrugën ti të shfuqizoj. E të thonë, vendimin tim nuk e shfuqizoj duke pretenduar se nuk është në fuqi. Duke pretenduar se ajo merret vetëm me vendimet që janë në fuqi. Çka nuk është ashtu. Ajo merret me vendimet që janë në fuqi dhe me vendimet që kanë pasoja. Nuk është çdo pasoja e atij vendimi është fakti që unë jam sot këtu para jush. Kjo është një nga pasojat, plus pasojat të tjera. Ja, pra, besoj se e murët vesh se ç'përfaqësojnë mos i marr tani njerëz të kapur peng me dhjetra mëkate dhe gjëra të padenja. Tjetër pyetje? Zoti Berisha, mendoni që i ka buxheti i shtetit mundësitë për të përballuar shifra 1 miliard euro dollarësh? Këtë do të preferoja të përgjigjesha jo këtu, se i ndaj unë këto konferencat. Por asgjë nuk e shpëton atë nga rrokullima e madhe. Këtë mund të them, ai është në procesin e rrokullimës së madhe. Edi Rama po fshihet pas lubis, sepse e din që në mënyrë absolute fill mrapa do jetë krahas saj. Për ndryshe, Anila, e të kujtohet ty Macbethi, se si shkoj ajo dhe i hudhi vaj të nxehtë në vesh. Lubis do i kishte hedhur plumë të shkrirë në vesh ajo. Ai po të mos që halli se do se aflet 2 rjeshta për te dhe 1 rjesht për Lubin. Berisha, në procesin në themel të dosjes Partizani, avokatët tuaj kërkuan një listë prej 140 dëshmitarësh, mes cilëve dhe kryeministri i vendit Edi Rama. Mendoni se gjykata do ta pranojë kërkesën tuaj për të thirrur si dëshmitar kryeministrin? Tani, në qoftë se për Sali Berishën, në atë dosje, gjithçka është e thurur mbi mashtrimin, falsifikimin, manipulimin e dokumentave, siç ju kam thënë, aty vendime gjykatash sankcionojnë fajësinë e Edi Ramës. Dhe Xhelati i sigurimit të shtetit Arben Kraja, poja i skapit Altin Troplini dhe ajo Fetahu, si Enkelejda Fetahu, nuk guxojnë, nuk kanë guxuar ta thrasin qoftë dhe një herë të vetme. Edi Ramën. Edi Rama ka aty një mori firmash në atë dosje vetë, kurse Sali Berisha nuk ka asnjë firmë në të tërë procesin e njohjes, kthimit dhe parablerjes. Ka një firmë mbi firmën e Edi Ramës, të vetmën firmë. Po ai ka disa dhe ai është i denuar nga gjykata, i ka bërë një dëm shtetit prej 320.000 eurosh Edi Rama. Unë uroj që gjykatësit ta thrasin në sallën e gjyqit dhe po të kenë guximin ta shpallin të pandehur në sallën e gjyqit, të shpallin atë që ai meriton. Megjithatë, me sa duket, Lubia po e merr me vete. Mirupafshim.